parandalimi, le të themi, edhe të konflikteve që mund të lindin nëse një martesë dështon? Pa diskutim që është një formë parandalimi, sepse ligji ju a jep të drejtën qytetarëve shqiptarë që ta lidhin këtë kontratë, por mentaliteti ende jo. Sigurisht që shmang konflikte në të ardhmen, në rast të një divorci të mundshëm, pra bashortët nuk kanë pse të diskutojnë, edhe nëse kanë vendosur që të divorcohen, në të ardhmen nuk kanë pse diskutojnë për pasuritë e tyre dhe për mënyrën se si do t'i ndajnë ato. Pra, kontrata paramartesore e zgjidh këtë problematik, por kuptohet që çështja është që nuk është shumë e mirë pritur. Mbase nuk kemi folur edhe në media ata sa duhet për këtë. Patjetër, dhe ju përgëzoj për emisionin tuaj, sepse është një veprim juridik, por është një përgjegjësi që kërkon çdo ditë punë, investim, bashkëpunim në interes dhe favor të bashortëve, të familjes, nëse do të krijohet dhe një familje, do të vinë dhe fëmijë në të ardhmen, pra martesa është përgjegjësi, nuk është vetëm një veprim. Kjo është ndërgjegjësimi, pra është një arsye. Sigurisht edhe faktori ekonomik i stet të rinj që të marrë një hap për të lidhur një martesë ligjore. Faktori ekonomik, emigrimi, sepse faktori ekonomik është edhe emigrimi, arsyeja pse njerëzit emigrojnë ende është ekonomia, patjetër, pasiguria e të rinjve, pasiguria që ndjejnë në Shqipëri për të ardhmen e tyre, sepse shumë të rinj nuk kanë një punë të sigurt afatgjatë. Pra, nuk mund të parashikojnë nëse të ardhurat e tyre do të jenë mjaftueshëm për të qenë përgjegjës për veten e tyre dhe mëtej edhe për familjen që do të krijojnë për martesën e tyre. Janë faktorë të cilët e bëjnë pra që martesat të mos jenë tashmë shumë, po do të shtoja edhe një element tjetër që ndërgjegjësimi, pra është rritur mosha e martesave. Njerëzit nuk po preferojnë më të martohen në mosha të hershme dhe kjo gjë është shumë element mirë në fakt, sepse mosha sigurisht që të lidhësh një martesë duhet jesh në një moshë të pjekur, në një moshë ku njeriu është i realizuar, pra ka arritur disa gjëra personale e tjerë dhe është i vetëdijshëm për veprimin që po bën. Dhe divorcet, se e tham që këto lidhen me njëra tjetrën, dhe divorcet nga ana tjetër gati për të njëjtat arsye po ndodhin. Për shkak sepse martesat të cilat janë lidhur herët e bëjnë tashmë kur vitet kalojnë, palët çifti në rastin konkret të reflektojnë dhe kuptojnë që nuk pas kanë qenë aq njerëz të përshtatshëm për të qenë të martuar. Faktori ekonomik sa e pengon sot martesën, nga ana tjetër edhe e shtyn drejt një zgjidhje, sepse kur mungojnë gjërat elementare të përditshmërisë, kur jeta bëhet e vështirë, e pamundur, njerëzit shpesh krijojnë edhe, le të themi, krijohen dhe mosmarrveshje dhe përplasje dhe nuk fillojnë të kërkojnë ku qëndron problemi dhe ku është arsyeja, sepse ndodhen përpara një situate të tillë. Mungesa e komunikimit, kemi pastaj ne jemi një shoqëri që kemi ende ndikimet edhe nga familjarët, të cilët nuk e lënë të qetë një çift që të shikojë jetën në mënyrë private, të tërhequr, pra duke qenë në hapësirën e tyre e tjerë, është një faktor tjetër, po ashtu edhe faktori, pra mungesa e besimit. Kemi shumë raste që janë drejtuar gjykatës vitet e fundit, sepse kanë konstatuar më saktë palët bashortët që është shtuar tradhtia bashkërtore. Janë një sër arsyesh në fakt, nderuar, që kemi shumë zgjidhje martesash, po nga ana tjetër edhe një numër të ulët të lidhjes së martesave. Megjithatë, duhet ta themi që më së shumti kemi lidhje martesash dhe unë jam e shoh si pozitive patjetër këtë, sepse martesa mbetet celula më e bukur e shoqërisë dhe njerëzit të cilët janë të vetëdijshëm dhe janë gati për të bërë një hap të tillë, pse jo duhet të martohen. E mbyllim me këtë mesazh më mirë. Po. Faleminderit shumë avokate